E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të komentuar edhe një herë situatën që ndodhi mes Shëndritit edhe Markos. Tashmë të gjithë e dim, televotimi është anuluar, një zar fizik ka mbritur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Një zar fizik që në fakt ka ngritur kureshtet jashtëzakonshme të publiku. Rogerti nuk është se ka pritur edhe aq mirë, sepse qëllimi i Rogertit ishte që Greta, duke ditur që Selin do të qëndrojë brenda në shtëpi sepse është banore e fortë, ka dhe këtë marrëdhënien me Gimbon, por Rogerti priste që Gerta të largohet nga shtëpia dhe Juela këtë gjë prisnin. Në anën tjetër, siç duket, ka dhënë një lloj komoditeti, por logjika e banorëve nuk është aq e kapshme në lojë sa realiteti në fakt që qëndron. Ditën e sotme Marko ka shprehur një kulturë të tmerrshme kundër drejt Shëndritit, edhe pse i njëjti u provokua nga ana e Shëndritit. Tani cigaret të cilat Shëndriti i theu të gjitha dhe i shtypi me duar, duke mos e ditur që janë cigaret e Markos, mendonte që janë të Tanit, pasi që Tani po e provokonte komplet situatën që ti nuk mund ta bësh, që ti nuk mund t'i thyesh, që ti nuk mund t'i hedhësh në tokë ato janë cigaret e mia, etj, do të thënë duke bërë një luftë të madhe me njëri tjetrin, e ngriti në këmbë situatën që Shëndriti të provokohet nga Tani. Do të thënë zanafilla e gjithë kësaj gjës është Tani dhe realisht zarfin e zi këtu e meriton Tani për këtë luftën e madhe që bëri. Do të thënë Shëndriti u provokua nga Tani, edhe pse Tani u nxit nga Rogerti, do të thënë ishte një zinxhir i lidhur ky, dhe Shëndriti shtypi me dorë pakon e cigareve, që banorët realisht brenda shtëpisë së Big Brotherit, pakot e cigareve i kanë të shenjta. E shtypi me dorë pakon e cigareve dhe Marko u ngrit në këmbë duke e gjuajtur Shëndritin. Reagimi menjëhershëm erdhi me patjetër edhe nga familja, duke bërë tak edhe Big Brotherin dhe moderatorin Ledion Liço për të hapur syt të shikojnë se çfarë ndodh brenda kësaj shtëpie. Tani realisht kjo është një avantazh për Gertën, sepse Gerta bëri të pamundurën që të mbrizë arfizi, luftoi brenda asaj shtëpie duke u grindur me Juelën, duke ofenduar Juelën, duke denigruar Juelën që të mbrizë arfizi. Unë isha shumë i bindur që pa marrë parasysh se çfarë Gerta do të thonte, vllau i madh nuk do të sillte zarfin e zi në kuadër të asaj gjëje, sepse ishte një plan i bërë nga ana atyre të treve që të bëjmë gjithçka që të mbrizë zarfi zi në shtëpi, dhe mendoja unë dhe jam i bindur duke njohur strategjinë e Big Brother VIP Albania, që do të thënë vllau i madh nuk u jep lukset këtyre banorëve që bëjmë plane. Por mos kontrolli i emocioneve nga ana e Markos, Marko nuk duhet të vepron në atë formë, do të thënë nuk duhet të del ashtu nga vetja, doli krejtësisht nga vetja sa që ishte duke ngrënë Shëndritin, e bëri që vllau i madh të sjellën zarfin e zi. Unë mendoj që me këtë zarf të zi, ditën e shtunë do të dënohet Marko. Tani, a do të penalizohet nga shtëpia menjëherë për sjelljen e tij kundër drejt Shëndritit që bëri, sepse i dha kërcënim. I bëri kërcënim Shëndritit, ai ishte kërcënim të mos nisnin banorët që ta mbanin Markon, jam shumë i bindur që Marko do ta kishte rrahur. Por duke qenë i pozicionuar Marko në grupin e Rogertit, që në fakt u ngërkoi nga ndjekësit, nga fansat e Markos, t'i çojnë Markos një dron, të paktën deri të shtunën që Marko të reflekton, t'i kërkon falje Shëndritit dhe ta zbutën situatën për të qëndruar brenda asaj shtëpie, Marko do të ishte banori preferuar nëse ikte nga ky grup, sepse Rogerti dhe Miri janë duke mbajtur me interesat e veta Markon. Tani ja do të gjykohet Gerta, me patjetër që do të gjykohet, do të komentohet për sjelljen dhe për gjuhën që ka treguar, por mendoj që banori i cili do dënohet me zarfin e zi në këtë pikë të lojës, për mendimin tim është Marko.